I referojmë ngjarjeve nga arena ndërkombëtare. Shubat kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë të tërheqin sërish trupa nga Evropa, sipas komandantit të lartë të NATO-s Aleksis Grinkević. Ky proces nuk pritet të ndikojë menjëherë në sigurinë e aleancës, por do të jetë i shtrirë në kohë dhe i koordinuar me aleatët. Ndjekim deklaratën e Jamar Maltezit pas përfundimit të seancës për dosjen Partizani. Por edhe pjesa tjetër diçka shefi në të vërtetën që ka për pronën të ish klubi Partizani. Unë të them një diçka që ne kemi hulumtu për ndryshimin e fushave të futbollit edhe të ekipeve në Evropë. I keni në internet që si Manchesteri, si Reali, i Madridit, shumë edhe që nga vitet e themelimit tyre si klubet, e deri më sot i kanë ndryshuar mbi 3-4 herë pozicion, sepse veç zhvillimi urban në vendet ku ata janë respektive e kërkon një zhvendim një zhvendosje të klubeve. Kështu që për klubin Partizani i fryet ajo zhvendosje, hiku fusha, hiku ngjonat që s'ka lidhje me këtë situatën që kërkojnë të na fajsojnë ne si pronarë. Nuk përjeton përcilësi me skuadrave të futbollit. Jo, nuk ka lidhje me pronën. Por ne po them me pronën, me fushat. Ju mund të hulumtoni në media që të gjitha klubet sportive që nga formimis deri më sot kanë ndryshuar nga 3 deri në 4 herë vendodhen, si stadiumet, si fushat e stërvitjes e tjera. Është gjë normale sot. Normale, sepse veç zhvillimi urban i kohës e kërkon një gjë tjetër. Atëherë, sot siç e tha dhe Gjim Begeja, nuk u zhvillu seanca, ne jemi përgatitur në çdo lloj date le të bëhet. Ju thatë që s'paku s'po jeton për atë. Të keni parasysh që te libri që është botuar me SBN dhe në Shqipëri dhe jashtë shtetit, i është dërguar që të gjithëve atyre që duhet dërguar, ka 35 falsifikime. Kështu që një më shumë apo një më pak falsifikim nga s'paku as ngre as nuk ul. Tani, lidhur me situatën që kemi një situatë në të cilën herën e fundit ju ishit vetë dëshmitar, kur dëshmitarët ju thirrën, thanë që tokat ishin të degraduara. Klubet ishin degraduara, su merrte vesh kush hynte kush dilte. 1. E dyta, kemi të paktën 15 ose 16 letra. Nga 2003, Pandi Majko, ku bën kalimin e pronësisë, të gjitha 90% janë të zëna. Arta date ngren komision, i kemi të gjitha këtu, do ja tregojmë herën tjetër në sallë gjyqi, dhe komisioni vetë i shkruan, drejtorët e saj i shkruan nuk e marrim dot dorëzim sepse mbi 70% të objekteve janë të zëna. Më pas, kemi letra shkresa të 2006-s, në të cilën thonë nuk e kemi inventarizuar fare, sepse është një situatë pa precedent informaliteti, ku mbi 70% të objekteve janë të zëna. Më pas, kemi 2 ndryshime destinacioni nga Edi Rama. Një të 2004-s për 17.000 metra katror zonë sportive që e këthen zonë urbane dhe një të 2006-s për 7.000 metra të tjerë. Më pas, kemi lejen e sheshit ndërtimit në dhjetor 2007-s po prap nga Edi Rama. Më pas, në shkurt 2008-s kemi po prap edhe lejen e ndërtimit nga Edi Rama. Për gjitha këto arsye, si mendoni juve? Çfarë do duhej bërë? Do duhej 1, lënë si qishte, pra të vionte vjedhja, apo 2, të dilte koncesionari Olsi Rama që ta vjedhte këtë me PPP. Për gjitha këto ne jemi krenarë që kemi zhvilluar zonën tonë, kemi marrë pronën tonë, e kemi zhvilluar pa nxjerr asnjë nga banorët aty. Kemi mbajtur me parat tona, Gjim Begeja ka nxjerr parat e veta nga xhepi, ka riparu parketin atje, ka vënë sistemin e ndriçimit të fushat e basketbollit. Për aq kohë sa Edi Rama e kishte lënë sportive. Kur u kthye private, kur u kthye për ndërtim, natyrisht pronarët zhvilluan gjën e tyre. Ju faleminderit. Do të bëste diçka që urdhoj. Ja, kemi humultu, më falni, tek rrjedhë shikoj klubet kemi për Real Madrid, Liverpoolin, për Panathinaikos, Manchester Cityn. Pra janë plot, Milano, ja ku i keni klubet që kanë ndryshuar nga vendodjet e tyre 3 herë. Kjo është një fakt që është normal. Edhe Partizani sot, edhe Tirana do ndryshojë kjo. Ne do kemi fatin të kemi skuadra të kësaj kategorie. Sigurisht, step by step. Po të ketë investime, po të mos jenë hajdutët si Edi Rama, po të jenë tamam investitor normal, po. Ju faleminderit. Ju faleminderit.